Si të bëjmë deponim parash përmes bankomatit? Futeni kartelën. Zgjedhni gjuhën. Shtypni pinin. Klikoni në butonin deponim. Klikoni në butonin emri mbi emri dhe numri llogarisë. Për të vazhduar, ju lutem vendosni banknotat në bankomat. Informata me rëndësi që duhet të keni kur bëni deponim të parave të gatshme. Banknotat të pranueshme janë 5, 10, 20, 50 dhe 100 euro. Lejohen maksimumi 40 banknota dhe limiti për transakcion është deri në 5.000 euro vlerë brenda një dite. Banknotat e ndrydhura, paluara apo të shkruara nuk pranohen. Nuk lejohet futja e monedhave të metalta. Në ekran na paraqitet tabela me shumat e deponuara si dhe me opsionet. Nëse doni të vazhdoni, shtypni aprovoni. Nëse doni të shtoni banknota, shtypni shtoni para. Nëse nuk doni të vazhdoni, shtypni anuloni. Pas aprovimit, klikoni po nëse dëshironi faturë. Klikoni jo nëse nuk ju duhet një e tillë. Transakcioni juaj është i kompletuar. Faleminderit që zgjodhët bankën Tab. Tab, bank për një botë në lëvizje.